gjithë kjo situatë sot ku jemi? Janë partitë e mëdha politike të cilat kanë potencial për të formuar qeverinë. Normalisht është partia në pushtet, e cila qartazi nuk e ka të lehtë pas qasjes së tyre gjatë zgjedhjeve, mirëpo edhe për faktin që partia gjithmonë vetëvendosja ka dashur me qeverisë e vetme, domethënë me duar të lira. Edhe krijimi i koalicionit ka qenë normalisht edhe më herët, ka qenë problematik, po tash është edhe më problematik për faktin që qasja ndaj opozitës gjatë fushatës parazgjedhore ka qenë e tmerrshme. Kjo po e demanton zoti Axhia Dyli sonte në Koavizion, i cili tha që realisht ne kemi marrëveshje me nismën, i kemi 61 vota, po synojmë më shumë. Sonte tha, është bëlojmi e themi më viral. Kjo është shumë mirë, nëse kjo është lajmi mirë, domethënë kjo konsiderohet që për një vit spaku deri në zgjedhjen e presidentit kemi me pas bllokohet ky proces, për një vit e kemi një qeveri e cila duhet me funksionu, se ka nevojë me funksionu, edhe pastaj domethënë në vitin e ardhshëm, pas marrësisë vitit të ardhshëm e shohim si vazhdojmë tutje. Në anën tjetër edhe opozitës i konvenon, sepse normalisht janë duke llogaritur në dështimin e kurtit për ti siguruar ato 61 vota të cilat i duhen, domethënë minimalja që i duhet në parlament, edhe domethënë ka tendencë për marrje të pushtetit, edhe është krejt normale. Tash nuk tendenca e vetëvendosjes edhe gjatë domethënë krejt këtij debati publik që të linqohen gjithë anëtarët e opozitës me lista sërbskën veç për shkak që bllokojnë një proces politik, është shumë e pakuptimt. Në secilin vend demokratik, opozita ka të drejtë të bllokojë. Edhe ajo e drejtë ekziston. Na nuk jemi Gjermani për fat keq, sepse po të ishim Gjermani, sot do të kishim gjitha partitë politike duke punuar për interes shtetit me një program të qartë, siç e pam edhe negocimin që ndodhi në Gjermani për krijimin e qeverisë. Ne nuk kemi pjekuri politike. Do shohim AFD-n pas një kohë që do të krijoj të lashët jashtëzakonshme për demokracinë, po si do të qoftë. Për demokraci po flasim për mënyrën se dy partitë të cilat megjithatë janë komplet larg njëra tjetrës ideologjikisht. Normalisht për SPD do të kishte shumë kritika partia tjetër, po hapi rrugë, CDU-ja i hap rrugë një krijimi për interesat e shtetit. Çka po humbin këtu është shteti. Edhe nuk e di se si nuk po lexohet kjo situatë në Kosovë. Apo shihni si partitë si të papërgjithshme? Jo, komplet papërgjithshme, domethënë janë partitë të cilat interesat e veta partijake i kanë para interesave të shtetit, edhe kjo ka ndodhur më herët fatkeqësisht. Po flasim për një situatë në të cilën Kosova nuk e di hala vendin e vet, me krejt ndryshime gjeopolitike të cilat po ndodhin, me faktin që jemi ende në masa të BE-s, me faktin që në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor veç Kosova ende nuk e ka marrë transferin e parë, domethënë krejt këtu ndikojnë, sidomos tash nuk kemi as fonde nga SBA, sepse asistenca e jashtme është ndërprej, kështu që në krejt këto rrethana me blloku kuvendin, mos me konstituu kuvendin për shkak të disa çështjeve të cilat kapriço kanë shumë me të kalu shumë lehtë, është problematike. Pra, ky lajm që vetëvendosja i ka 61 vota, a i bie që të shtunën, kur është saktuar seanca e radhës, vazhdimi, jo seanca e radhës, po vazhdimi, 48 orë i ardhshëm, pra a i bie që të shtunën ne mund të kemi realisht fund të këtij ngërçi. Mund të kemi, edhe do të ishte një lajm shumë i mirë. Nëse kjo është e vërtet, është lajm për të mirëpritur. Po ju referohuni një deputeti. Një deputeti, po tash ka pas deputet të cilët veç e patën deklaruar që me 15 prill do të kemi qeveri, do të votohemi dhe do të bllokohemi dhe konstituojmë. Edhe domethënë ka qenë përveç konstituimit ka shkuar edhe tek përbamja e qeverisë, kështu që nuk e di, mirë po ky do të ishte një lajm i mirë. Çka është problemi i Raldin kur ka një qeveri kështu kaq fragile e cila varet me milimetra në vota të deputetëve të ndryshëm, është që ka mundësi shumë të madhe për korupcion edhe për shantazh politik. A besoni që është duke ndodhur kjo? Pra, kur po flasim për tek votat për të verifikuar mandatet, vetëm 52 vota kishte siguruar me 15 prill, pra 2 ditë më parë, realisht. Sa po duket si histori e gjatë, vetëvendosje, pra nuk i kishte as afër 60 vjeçit. A besoni që dhe partitë
minoritare janë duke shantazhuar me pushtet, me kërkesa shtesë. Absolutisht, nuk është shantazh, është fatkeqësisht, domethënë është kriju një kulturë politike në Kosovë ku prap nuk diskutohet programi. Unë jam sigurt që asnjëri nga këta anëtarë nuk është ulur me diskutu për një çështje programore. Të gjitha, domethënë, diskutimet deri tash që kemi pa në publik janë ose në ndonjë pozitë, ose ndonjë komunë, ose ndonjë, domethënë, ka pazarlëk politik klasik. Edhe tash, domethënë, edhe ma shumë këta pak deputetë të cilët janë të manovrueshëm, sepse po flasim për LDK, cila ka qenë në mënyrë eksplicite jo, PDK po ashtu nuk ka dhënë indikacion që ka interes për të krijuar një koalicion të gjerë. Këto partitë e vogla, domethënë që kanë ngelur apo deputet personalisht, domethënë si individ, kanë pa që kanë leverage, domethënë e kanë avantazhin politik me të dy, për shembull Nisma, Kingmaker bëhet një mini koalicion, domethënë mini parti me në koalicioni, me 3 deputeta mundet me i marrë 3 ministri. Ndoshta edhe një pozitë brenda parlamentit. Kryetarin e kuvendit, ku spekulohet. Kështu që, domethënë, nëse këto spekulime janë të vërteta, atëherë një parti e cilave që ka 3 deputet që në përqindje do të ishte një 3.5% duke nda prej AK-s, ka, domethënë, një fuqi aq të madhe politike. E njëjta me minoritetet jo serbe, duke di që çdo mbështetje nga lista sërbska do të ishte detrimental si për opozitën ashtu edhe për qeverinë. A gjatë dylit tha që ka koalicion me Nismën, por edhe koalicioni me Nismën nuk është se i sjell 61 vota domosdoshmërisht. Prap minoritetet. Mund të ndodhë që me minoritetet janë ende duke diskutuar. Absolutisht. A e rrezikon kjo që edhe të shtunën ne mund të shohim vazhdim të kësaj që po shohim? Edhe kjo është një skenari mundshëm. Një skenari i cili duket që mund me shty qeverinë, me shty një vetë nga 4 tetor. Mundet me qenë rasti, me gjitha të edhe nëse do të zhbllokohej ky hap, nëse do të votohej për kryeparlamentarin, prapë si qeveri ka me qenë problematike, edhe ka me qenë problem me u qeverisë për shkak se gjithmonë ka me pas shantazhe të tilla politike për secilin ligj, edhe për secilin proces politik në për cilin kalon Kosova. Për shembull, marrëveshjen ndërkombëtare krijon e doj një shumicë ma të gjerë në parlament, ose ka çështje strategjike të Kosovës, kështu që është shumë rrezik. Unë gjithmonë rrezikun më të madh që e kompetencu zgjedhjeve në Kosovë ka qenë skenari bullgar, se zakonisht po themi ai belg funksionon ndryshe, sepse është, domethënë, vetë sistemi politik e krijon një situatë të tillë, mi pa ai bullgar ku vazhdimisht qeveriset me qeveri të cilat ose janë teknike ose jo stabile, edhe vendi, domethënë, për vite është në krizë politike. Mirë, tash kur analizojmë, shohim, opsioni më i përmendur realisht ka qenë